Tre akuza rëndojnë mbi efektivin e forcave shqiponja të Fierit, i cili është hetuar në gjendje të lirë dhe vijon punën si efektiv i forcave të rendit. 30-vjeçari Brian Doma u arrestua në 2024 me akuzën e trafikut të lëndëve narkotike, shpërdorimit të detyrës dhe nxitje të miturit në krim. Megjithse nga kontrollet e ushtruara nga Agjencia e Mbiqyrjes Policore në banesat e tij dhe të afërmve nuk u gjet lëndë narkotike, hetimi i mëtejshëm i prokurorisë së Fierit provoi se Doma ka konsumuar veprat penale për të cilat akuzohet. Rasti efektiv të shqiponjave rëndohet me përfshirjen nga ana e tij në aktivitet të paligjshëm të një të mituri nga lagja 1 Maj, madje duke shfrytzuar pozitat sociale të dobta të këtij të fundit. Sipas prokurorisë, efektivi kishte rekrutuar të miturin me pretekstin për marrje të informacioneve në kuadër të detyrës së tij si efektiv policie, por më pas ka kërkuar nga 17-vjeçari që të shpërndajë drogë. Duke qenë se i mituri ishte vetë përdorues droge dhe vinte nga një familje me të ardhurat të ulta ekonomike, thot prokuroria, Doma e ka shfrytzuar këtë situatë për ta bindur 17-vjeçarin të shpërndante drogë. Mbi efektivin 30-vjeçar rëndon akuza e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, shpërdorimit të detyrës dhe shtytja e të miturit në krim.